punon në shtet është pastoralitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për punë. Mirëmbrëma miq të Tru Podcastit, mirëmbrëma të gjithë juve që na ndiqni, mirëmbrëma të gjithëve juve që na shani dhe na urreni. Nuk ka asnjë lloj problemi, mjafton që neve të jemi në mendjet tuaja dhe ndoshta ndonjëherë do ta kuptoni që të urresh dikë që të pish ti helmet, presësh vdesje tjetri. Exact. Se neve na arritet, faleminderit, neve na arritet numri i këmbës dhe rroga sa herë që juve na urreni dhe villni vrerë kundrejt nesh. Sepse në thelb ti nuk e duke vjell vrerë kundër me apo X-it apo Y-it, por ti je duke masakruar pasqyrimin e vetes tënde, ku ti në asnjë mënyrë, asnjë formë të përditshmërisë nuk mund të përballesh me veten, sepse ke turp, ke droje, ke edhe pengje me veten tënde, sepse ti tani që je duke na shar, ti që je duke na urryer, je i pambushur, je i zbrazur. Kështu që uroj që të gjeni mbushjen shpirtërore, trunore e shumë çka tjetër, sepse po t'ishte për ta bërë vetë këtë vend, nuk do kisha nevojë për ndihmën tuaj. Por kam kuptuar që nuk bëhet ky vend pa të gjithë neve, kështu që duhet me rregullu njëri tjetrin dhe të kemi besimin në Zot. Po jo në atë Zotin që të kanë krijuar mediat, librat, shpendi XY duke folur, po për atë Zotin që nuk flet njëri dhe që është brenda nesh. Dhe më mirë se sa për të folur për këtë temë, nuk kisha se ku të gjeja, përpose një mikun tim që juve na keni parë tek oponenca, një njeri që unë e vlerësoj shumë dhe që e ka mirësinë të shkruar në sy, sepse është gjithmonë i qeshur, është gjithmonë me bekime, pastori Paulin Vilajedi, pastor, mirë se merdha. Mirë se gjetë. Zotit bekoft. Edhe ty Zotit bekoft. Edhe e sa bukur është kur me bekojnë të tjerët. Se unë vetëm i bekoj gjithmonë. Ne kena hapur një, nuk e di se ti e ndjek si joni, por me avokatin ne kemi hapur atë kisha agregacioni dollarit shenjtë. Kështu që pastor për pastor jemi. Po çka se ky pastorligu im është për të goditur fenomene, ndërkohë që pastorligu jot është me të vërtet për të shëruar disa shpirtra të cilët vuajnë. Dhe meqense jemi te shpirtrat pastor, çfarë është vuajtja për ty? Si e koncepton vuajtjen? Vuajtja më e madhe për mua është kur unë shoh diken që nga brenda thret zëri i dashurisë për te, mundohem me gjitha mënyrat që ai njeri të mos jetë ashtu si është, por ka zgjidhur me ken ashtu. Është një vuajtje që unë e kam pas ndoshta që kur kam qenë i vogël, po jam i bindur që kur jam bë pastor 34 vite më përpara, duke u shërbyer njerëzve, është e pamundur, sepse e vuan se thot unë du me qenë kështu si që jam dhe ky që jam. Dhe mund të shpenzosh të gjithë energjinë tënde, çdo gjë që ti ke, po është e pamundur, ka zgjell mos më ndrysho. E nuk janë pak njerëz të tillë. E vujta tjetër që për mua është shumë e madhe është kur unë shoh një familje e cila ka një potencial nga Zoti, të cilin e shpenzon këtë potencial me shkatru fëmijët e vet. Kjo për mua është vujtje shumë e madhe. Po pra, po kur thua pastor, kur thua që ka potencial nga Zoti. Çfarë i referohet? Cilës i referohet? Unë them, shiko, Zoti i ka dhënë çdo njeriu kur e ka krijuar, i ka dhënë brenda, nëse është nën i ka dhënë frymën e mëmësisë, nëse është burr i ka dhënë frymën e atësisë. Dhe kjo është frymë, është potenciali i Perëndis. Dhe ne zgjedhim që këtë frymë apo këtë dhunti apo këtë dhuratë që Zoti na ka dhënë ta mbysim me egon ton dhe vendosim mbi këtë dhuratë Perëndis, vendosim egoizmin ton. Dhe kjo pastaj e bën që ti nuk ka rëndësi, sepse njerëz të cilët janë të tillë mund të jenë njerëz të varfër, por ka dhe njerëz shumë të pasur, të cilët
e shkatrojnë. Unë kam 32 vjetë që në shtator të vitit 1994 që së bashku me gruan time ne kemi një shtëpi fëmijët. Dhe kemi fëmijë jetim social, të cilët vinë nga kjo lloj kategori njerëzish dhe nuk janë vetëm njerëz të cilët kanë qenë varfër. Ne nga qellu njerëz të cilët kanë qenë edhe klase mesme që kanë shkatruar familjen e tyre dhe fëmijët kanë ngelë në rrugë. Dhe kjo për mua është dhimi shumë e madhe. Sepse shiko, zotni Shpen, unë besoj që në këtë botë unë mund të ndërtoj gjëra shumë bukura. Ti jemi ndershëm me ty, jemi bindur, jo nuk du me qenë ndoshta një njeri si të nuk du me tregu që kam bërë gjëra, po kam bërë gjëra të bukura. Gjëja më e bukur që kam bërë në jetën time është familja që kam. Po, paroj Zote. Dhe nuk është e lehtë. Unë jam një prind dhe një bashkëshort që unë nuk dua kur dhe nuk kam kërku kur të jem i përsosur. Por, dua që kur unë të jem i rëzum, gruaja ime të shoh që i kam dhënë dorën jo për me marrë me vete, po i kam dhënë dorën të lutem më ngrej. Fëmijës tim i kam zgjat dorën edhe kur ka qenë i vogël apo e vogël se kam vetëm 2 vajza, i kam thënë të lutem ndihmoj babën tënd. Se e di që nuk është mirë, por të dua. Pra, nëse je i vërtet, ne po diskutojmë pak më përpara, je një njeri i cili e ndërton familjen, pra me gënjeshtra nuk mund të ndërtosh. E din, unë jam i bindur për diçka, në senso se u hym tek familja, unë jam i bindur për diçka, që fëmijët e mi do flasin me miqtë e tyre, të cilët ndoshta kur në jetën time unë nuk do t'i njoh. Do bisedojnë për mua në vende ku unë asnjëherë në jetën time nuk do jem atje. Edhe ajo që është dhimbshme është që fëmia im nuk do thot ato që do doja unë. Ai do thot, fëmia im do thot ato që ai ka ndier. E di ku kam kap këtë? Është shumë e bukur. Isha një herë duke fol për babain tim. Po më rëmbeu duke fol vetëm për gjërat të cilat mua nuk më kanë pëlqyer te babai. Edhe pasi mbarova, ai kanë shtëpi dhe po lutesha. Edhe dëgjova zërin e Zotit që tha, e ke poshtruar babain tënd sot. Edhe ngela i thash pse? Sepse babai jot nuk është ky, tha. A e din ti, tha. Edhe nuk e harroj kur se ma kujtoi Zoti që në vitin 1981 për më na rrit ne kishte ulltu në përbor. Shpend kishte ulltu në përbor tërë ditën. Erdhi në darkë i ngrirë në bor, ishin 2 metër bor. Dhe kishte vure që dritarja e shtëpisë tonë ishte pak e hapur, nuk mbyllej se kishte ngrit dhe kishte marrë një kështu zgar druri dhe avuri dritares i ngrirë që ne brenda me sopë të ndezur mos kishit thot. Edhe aty kam thënë wow. Edhe mirë po, problemi është që ne si prindër ngaherë mendojmë që historia do shkruhet më vonë. Faktikisht e kena dorë me shkruajtur historinë sot, që do të thotë, nëse unë me fëmijët e mi them, shiko, babi e ka bërë këtë gabim. Nuk do të doja që ti ta lexojë jetën time babain si një njerëz që bën gabime, por kjo ndodhi për shkak 1 2 3 4. Unë të kërkoj shumë ndjes. Është shumë e vështirë me gjetë prindër që i kërkojnë fëmijës ndjes. Ndaj fëmia, po pamundur. Ndaj fëmia tregon gjëra të cilat jo, shiko, fëmia do tregoj o që aty ku jetoj ishte shtëpi ose ishte vend mbijeteset. Po. Me dhimbje, më duhet të them që për shkak se ne nuk kërkojmë falje, fëmijët gjithmonë e shohin si një vend mbijeteset, që mezi presin me urrit, mezi presin me ik nga prindrit, dhe pastaj mezi presin me fol keq për prindrit, edhe mos mu kujdes për ta. Dhe kjo mendoj është diçka që nuk e di, po un jam i bindur për veten time që ne duhet
pavarësisht nga ngarkesa e ditës. Fëmia nuk duhet na lexoj atë që është e stresi jon. Ai mund na shikoj stresuar, por ai kur nuk duhet na shikoj si barra e fëmisë. Në një studim, nuk e di, duhet ta kesh lexuar, thotë që njeriu mban mend lëndimin 20 vjet. Lëndimin shpirtëror 20 vjet, ndërsa atë dhimbjen fizike 1 vit. 1 vit. As 1 vit, po hajde se po ta quajmë 1 vit. 1 vit. Që do të thotë un kam takuar njerëz të cilët kanë qenë të lënduar nga prindërit e tyre edhe 45 vjeç. Që kishin 40 vjet që ishin të lënduar nga prindërit. Unë me Lulin, me gruan time, bisedojmë shumë herë për fenomenet ndryshme. Edhe në bisedën tonë se hym kësaj prindërimit. Jo, është shumë e bukur. Ndoshta e don Zoti. Shumë e bukur. Po. Sepse dje un kam bërë një përsëritje me veten time vetëm mbi familjen. Pa e ditur fare se çfarë do flisim bashkë. Ashtu ë? Se ne se dinim fare se çfarë do flisim. Ne tham çfarë do flasim. Çfarë do flasim. E vërtet. Edhe ishim duke bisedojmë nga një herë. Mënyrat mistershme në universitet. Po, i them më thot gruaja ose unë i them gruas, si është e mundur? Sepse nga një herë ne nga që i shërbejmë Zotit dhe i shërbejmë njerëzve, kemi harru që pushteti i të keqes nga një herë e rëmbet njeriu aq shumë sa që ne themi po si më e mundur që një njeri me arrit në një nivel të tillë. Edhe e gjykojmë tjetrin për shkak se ndoshta ne kena dal nga e vend. Unë nuk e harroj kurrë. Do të tregoj një gjë që isha duke u ngjit një herë në Kala të Beratit në 93-shin. Më ka ngel kështu. Edhe ishte ftohtë. Edhe pash njëri që ishte duke marrë atë karrocën. Me beton, ishte ngrirë, edhe 93-shin njerëzit nuk kishin më shumë rroba se kishin me i veshur aq i holl. Edhe thash, o Zot, thash, të falenderoj që nuk jam aty. Edhe kam dëgju Zotin që më ka thënë, falënderit Paulin, tani qohë dhe ndihmoja atë. Qohë dhe ndihmoja? Po. Qohë dhe ndihmoja. Dhe para Zotit të them, jam ngrit, i thash, a mundem me të ndihmu me karrocën? Tha mua, faleminderit. E kam marrë karrocën, e kam çu deri te shtëpia. Kur i kam shku te shtëpia, ai kishte bën beton sepse i hynte i gjithë ftohti brenda. Dhe un kam marrë ndërtimin të mesmen. E ndihmove pra. Jo e ndihmova. Ai s'dinte si më e bë. E bëre. I thash ata baj, po. Ai njeris më ka harruar tan jetën. Nga një herë falenderojmë Zotin, po i them Zot falënderit, po i mbyllim vesh me një gjuhë që edhe Zoti ka më na thonë një fjalë ne. Edhe mendoj personalisht që ne mund ta mbysim të keqen jo thjesht duke qenë mirënjohës, falënderues, por edhe duke leju Zotin që të na flasë. I them njerëzve kur luten, okay, e ka marrë vesh Zoti që ai të thonë. A don me një gjuhë pak Zotin se çka ka ai për ty? Sepse shumë herë ne i dëgjoj njerëzit që nëpërmjet lutjeve të tyre kanë ndërtuar kanal dhe duan që Zoti më hyn kanalin e tyre. Kur faktikisht Zoti nuk hyn kanalin ton. E them njerëzit, mundo me një gjuhë pak Zotin se ai ka diçka, ai ka një plan krejt tjetër. E di se komunikojmë me Zotin, me qenë se jemi të prindërimi. E kam gjetur veten. Ti je prind apo? Jo, akoma shpresoj që të bëhem bab shumë i mirë. E ndjej që kam për të bërë bab shumë i mirë. Edhe po në emrin të Zotit unë them ti do jesh një bab shumë. Amin. Por është sfidë shumë e madhe. Edhe kam parë shumë burra që i kanë rënë gjokset edhe në fund ditës kanë dështuar në prindërim. Edhe faleminderit Zotit që më jep mundësinë që të shoh tjerët gabimet e tjerëve, që të rekuperoj gabimet e mia, se që do bëj gabime është pak për e sigurt, po mos bëj faje. Edhe kam gjetur edhe unë veten duke gjykuar nënën time dhe babën tim.
Këtë që tashë ty. Edhe jo më larg se dije, po mendoja të njëjtën gjë, prandaj më bëri çudi. Kush është ai person që mua do më rrinte në spital, do rrinte pa gjumë, do linte bukën e vet ma jepte mua, rrobat e veta të më jepte mua, për të ndruar burullukut e kanatierët të më fërkonte me rakie me aspirina, për post nonës dhe babës tim. E vërtet? Asnjë. Shumë vërtet. A kam bë gabime? Nuk është gabimi i tyre, është pritshmëritë e mia që unë i pandeja Supermana. Sepse ata nuk janë Superman, më, unë jam vet burr sot, ti je vet burr. Ti je bab vet. Ti sot e kupton babën tënd, sa e vështirë është prindërimi. Absolutisht po. Unë akoma nuk e kam kuptuar. Thjesht nëpërmjet eksperiencave tua, në eksperiencave të një miku tjetër. Ai i mërzitur ti. A ke frikë nga jeta ti më? Po ke frikë më vëlla. Absolutisht po. Ke frikë më se. Shumë vërtet. Ai ato frikrat e veta, traumat e veta do ti dashur pa dashur do ti shfryt diku, të merr dhe ty, jo se te ty, se ti je dashuria e ti. Po të prek edhe ty pa dashje. Midis 5 miliard pafundësirash të mira që na kanë bërë prindrit tanë, se na kanë bërtitur një herë, ndoshta na kanë hyrë dhe në hakar, pa drejt. Po ja vlen bara qeran? Ja vlen vlla. Dhe unë sot në komunikimin që unë bëj me veten, që ti e quaj me Zotin, unë e quaj me veten sepse Zoti është mrena me, është e ndërgjegja ai që unë e quaj shpendi, ai zëri i brënçën që më flet, por që në thelb nuk është shpendi, është uni, është një qenie, një energji që unë nuk e di se nga buron, po nga që ma ka vendosur emrin shpend, unë e kam emëruar shpend dhe atë. Po e mbase s'është shpendi dhe ai nuk është shpendi. Ja, s'është. Shpendi jam unë, që po flas tani. Ajo që më flet mua nuk është shpendi, unë e njoh si shpendi. Edhe unë tani kam kaluar në një observim memorie. Pra tani jam regjistrim memoria. Një ditë bukur, pastor, futem për herë në shtëpi, i shikoj herë i vrentur, herë dua të hapësirën time. Edhe ata me rutinën e veta, kupton? Rridhe, bëj muhabet me ti me më, që ma falë Zoti o Zote, gjithë ata që kanë nëna di kemi jetë gjatë, plum goja, edhe po rria një ditë po i merja aromën, po ja shikoja sytë, po ja shikoja faqet si lëvizin, në rrudhat, lëvizjen. Edhe në një moment, o pastor, po shikoja vlla që po regjistroja sikur nëna ime do largoj nesër. Wow. Dhe unë doja pafundësisht të krijoja memoria të bukura që t'i kem të skeduluara në memorin time, sepse unë e di që fataliteti është që unë një ditë nënën dhe babën tim nuk kam për t'i pasur dhe atë ditë unë do jem jetim vlla. Kështu është jeta. Dhe unë nuk kankohem për fatin, për fatalitetin, sepse nuk është se po më ndodh vetëm mua, i ka ndodhur të gjithëve. Unë dua që të ndryshoj perceptimin mbi atë gjë. Që nuk kam se ngele me pengje pse se bëra se ishin gjallë, po do t'i bësh tani që janë gjallë të gjitha gjonat më të mira që ti ke në dorë për të bërë për ata. Është shumë vërtet. Dhe kjo lloj gjë më ka ndryshuar komplet vlla, sepse mendoj në filozofinë japoneze kjo quhet ikigai, përgatitur për më të keqen, që ti përballesh, të betohesh pene që unë nuk ka ditë që nuk i mendoj dhe nuk lotoj me veten time, se si do jetë funerali prindërve të mi. Wow. Lum prindit që të kanë. Më dhëm shpirti, por ajo më përgatit për një ditë fatale që do vi dhe qoftë sa më larg o Zot, por nga ana tjetër më mbush edhe me dashuri vlla, sepse e di që janë përkohshëm, si çdo gjë tjetër. A të tregoj që kam bëu një gjë? Po. Para 4 vitesh, prindërit e mi se unë kam vetëm një vlla, ai jeton në Amerikë, në New York, Plumbi. Edhe Ne përshëndesim. Është Nëse je duke na dëgjuar. Është ku diun, është mënyra se si jemi rrit, më duket nga hera kam vlla, kam fëmijë se 6 vjet më i vogël se unë, edhe më vjen nga një herë e ndjej vetëm dalë se e mendoj si të vogël akoma, po vllai im është, unë jam 61, ai është 55 dhe e kam pa një herë veten që e trajtoj si fëmijë akoma. Edhe kishë shku prindrit. Ne nuk e di se nuk e biseduam, po ne me origjinë jemi nga Vërmoshi i Shkodrës. Edhe kemi ardhur
stërgjyshi jon ka ardhur në Kable, kishim prona në Veri, në Vermosh edhe në Nën Shkodër, siç e thonë ne, në kukull të Shkodrës së fshati ku ka qenë prift në Remjeda. Aty kena ble tokën. Edhe në fush. Po, në fush. Baba im që kur ishte, nuk e di, më ka thënë që në vitet 70 gjithmonë ishte mush menja me bë një shtëpi dikun aty në Lezhë të Gurrat e Bekut. S'ka lidhje hiç me Lezhën. Po aty ishte qep në 90-ën, 91 mos e gabim, vjen më thotë, "Mu keni lek?" Kam, thash, sa. Apo më thash se do të bëj shtëpi, po më thash, ja thash, tash sa kisha, bëni ai shtëpinë aty dhe kalova me makinë, po Shkodër isha i ftuar tek dasma tek ditëlinja e shokut tim Astrid Fani. Edhe rrugës ata nuk ishin aty, po jam gjithmonë kur kaloj na loj. Shpend. Me erdhën mend tash ditën kur këta nuk do jenë. Më mbushën syt me lat. Ua, nuk ndalova makinën, nuk po shifja dot tash si është. Ne na rrëmben puna, harrojmë që një ditë nuk i kemi, edhe thash sho. Unë do t'ja u zgjas jetën prindërve të mi. Edhe thash, nëse unë ju shkoj një herë në muaj, do t'ju shkoj 2 herë në muaj. Se kjo është me zgjat jetën prindit. Me shku me pa pak më shpesh. Se ditët nuk i kemi në dorë, ama kohën që ju a japim është në dorën tonë. Më ka ndodhur avokat me gjyshin. Pastor, më falë se. Ska që, se unë avokat jam edhe... Pastor, se në është bo mene avokat nga gjyqet. E kam dash fort. Biles, në qofë se ka njeri që ma ka se ndërtuar karakterin, ka që të egre, ka që të fort, të është aji. Edhe mua. Më ulte si burri vogël, që 4 vjeç. Në dhomë me atë 3-4 orë. Ka qenë karakter shumë i vështirë, shumë i egër, autoritar, malcor. Humori shtëpisë, ndriçimi i shtëpisë ndryshonte në varësi të humorit ti. Po të vinte ai lumtur në shtëpi i kënaqur, çelej shtëpia, po të vinte ai i zymtoi shtëpia, nuk piptinte njëri, derisa të vende në dhomën e vet. Kur ka ndruar jetë, pashka se unë i bona, kemi qëndru me turne, me djalin e hallës, me mamin, babin, xhaxhin, hallat, tezet, kemi qëndru me turne, se isha me leuqemi akuta. Wow. E kemi pastru në çunat natën si gjysh. I rria e ruaja natën. Në momentin që i kemi vendosur plakat e betonit, ka qenë hera fundi që unë kam qarë me ngulqim. Që u meka, që s'ke më zë. Po në momentin që u mbyll plaka e fundit, dhe mendova vetëm kaq, sa kohë kam harxuar unë duke marrë me bijat e botës. E vërtet. Falë për shprehjen se të kam vllat madh duke u marrë me dashnora. Do vish tu ti zemra të marrësh, po shpirti. Për çik pasion, për çik eros, se jemi të pangopur tek ajo pjesa, të shkosh, ta shenjosh. E kapa dhe këtë, e kapa dhe atë. Në fund ditës çfarë donte gjysh, jem 3 sekonda në ditë thoshë baba, je mirë, të du fort. Kaq. Domethënë kam harxuar me lloj prerjesh, çuna dhe goca, shoqni, jo shoqni, kafe, dreka, darka, për njerëz që të shesin për 5 aspra, të kanë shitur para se ti ulesh në tavolinë, dhe për gjyshin tim që po të ketë çohet si Konstantinit, po të kem unë një hall çohet si Konstantinit tash, vjen si fantazëm për të mbrojtur. Nuk gjeta dot për shumë kohë që erdha në Tiranë, përpos ditëve kur vean fier që shkoja takoja rinin 5 orë 6 orë për ta pyetur si je. Vetëm kaq vlla. Ta pyesa o bab, si je? Se im thoshte baba, se unë kam emrin e stërgjyshit, babait vet. Ashtu ë? Po, se ja kam gjallë emrin e babës vet. Por di një gjë që e kam marrë nga spitali për në fier, me muhabet, me amita, në vend para se të smure e kam çuar varri babës dhe të nonës vet. Ai ishte generali që jepte urdhër, do ta pastrosh tu me sfungjere, me uje, me gjitha pastroja varret. Kam kujtime të bukura me ata. Kurse nonën nuk e njofa. Domethënë ishte 8 vjeç. E maj mend, po nuk
Nuk arritë ta njoh më se me gjyshin jam shmall, 21 vjeç më la, kupton? Jam mbaj mend aromën, gjitha lëvizjet, kurse nona më ka ikur më shfshir, ka 24 vjet. Në 24 vjet jetës time, o pastor, një herë më ka dalë nëndër, një herë veç më ka dalë nëndër, edhe një herë që unë kam harruar 12 shkurtin e 2002-shit, që ja kam harruar për vjetorin, kam qarë si kalama tër ditën. Nuk ja fala vetes se u çova dhe erdha në punë i bona të gjitha dhe kur shikoj çfarë është data sot 12 po për vjetorin nonës. Që unë për nonën të rrit tani të flas 3 minuta, unë filloj e bëj lodin në rrëkesë, më ka arritur. Më ka arritur vëlla. Dhe të gjitha këto gabime që unë i kam mbledhur te gjyshit e nona ime, te njerëz të afërt që si kam kushtu kohë, të pakën s'du me alon nonës dhe babës tim mangut. Lavdi Zotit, sepse ne mësojmë nga gabimet. Dgjoj, unë vetë e them që unë si Paulin jam ky jo për shkak sukseseve të mia, por për shkak gabimeve, dështimeve që kam pas. Dhe me sinqeritet unë kam një natyrë që nuk rrimi i pa njerëzit si armiq. Sepse problemi ynë është që ne e shikojmë tjetrin si rrezik, jo si bekim. Unë t'jemi ndershëm, çdo njeri në këtë botë mundohem ta shoh si një mësuesin tim. Sot e vogël që tjetë, sepse besoj që ne po diskutojmë pak më përpara, ti mundohu me e gjetë atje ku ndoshta s'shkon mendja. Po. E ke parasysh kur të humbet diçka në shtëpi dhe thua, "Ua, këtu pas ka s'm ka shku me." Mundohu me gjetë atje ku nuk shkon mendja. Dhe unë mendoj personalisht që ajo që unë bëj në jetën e përditshme, se më ka qelluar që unë ta shikoj tjetrin si armik. Më ka shkatërru. Është ajo që thati, më ka helmu. Dhe e kam pas shumë të vështirë për me mbledh veten. E kam pas shumë të vështirë për me gjiku drejt. Kurse kur e kam pa tjetrin si mësues, do të thonë një njeri i cili po më jep një mësim, edhe në këtë mësim, sa do hidhesh që tjetë me pa çka ka Zoti më thënë mua. Sepse ajo është jetë ndryshuese për mua. Unë nuk e harroj kur një moment në vitin 81. Kam qenë në 80-ën, kam qenë 17 vjeç. Edhe ishe duke ardhur me autobusin e kinostudios, nga kinostudio për në qendër. Edhe po në atë kohë ishte vonë, duket ora 10-11 se se majmë në mirë, po në atë kohë vetëm autobusi ishte, gjithmonë ishin plot autobusat. Edhe unë ula në një karrik. Edhe vjen një burr i vjetër. Edhe po mrinte në kam. Po, në atë kohë të vjetrit, asë 7 zanë, rrishin në kam që ti t'ilqoj e vendin. E pash, e thash. Për nderë mërgjaj, thash, ndaç rrin kam, ndaç mos rrin kam, ja thash. S'talqoj vendin. Po s'ka gjë më birë, tha, ti inshallah vjen donë, tha. E nese, po me atë menën teme, thash, qa mo këtë që me shkuën të kë. Kuptimin e fjallës më thonë, mo, qa është në një malla, inshallah më bjen dorën time, kjo ishte. E shkoj e thëm gjyshe, se unë gjyshin e kam pas një sërë si ti, ishte herojim, e thëm vetë, Oprel, se nuk i thosha kur gjysh, po Oprel në o Gjiku, e kisha Haxhi, unë i thosha Gjiku. Oprel, hem tha mu, i thashun, këshu, i thashun, tha njani, më shiti men, i thash. Amër bira, e të ka uru, tha. Pse? A i të ka thonë, inshallah plakesh, tha. Edhe më ka ngel këshu, që ti je njëri i cili i lexon njerëzit si e ke emocionin, e i merr njerëzit ashtu siç e ke interesin. Në fakt, njerëzit janë më të thellë, edhe duhet me dalë, jo me e lanë veten, se nuk them që unë duhet ta lë veten time, sepse në qoftë se unë lë veten time, të tjerët pastaj e marrin dhe bëjnë me te çfarë don. Unë kam një shprehje që them që unë dua që ti të më përdorish mua. Më përdor për mirë. Po jo të më keq përdorësh. Se ne njerëzit, Zoti na ka kriju ta përdorim njëri tjetrin. Nga natyra njerëzore, nga që ne jemi në pushtetin e Satanit, ne e keq përdorim njëri tjetrin. Nuk duhet ta lëm. Është më mirë më thënë shpendësisht, mua kam shumë mik, të du fort. S'bëhemi këtu. Jo, kjo jo. Tu nuk bëhemi. Po pse më burr ne ishim bashkë, po ishim deri këtu. Po kovën e ujit tani e tutje, ma e ti se kam menduar me mbajt. Domethënë, është më mirë në këtë mënyrë.
Po në qoftë se ne duam pra që njerëzit me cilët ne jetojmë çdo ditë, na rrethon edhe rastësia se ne rastësisht na ndodh që t'jesh me diken. Unë kam qenë një herë rastësisht dhe ajo që të frikson, e di çfarë më frikson mua thënë vet, udhton me avion 13 orë për shkak me shku në Azinë e largë, ku shkoj me misione unë gjithësimit. Dhe krijon një lloj misie me një njeri që para se të ulesh thu, "Ua, këtë njeri se shoh më sa të jem gjallë." Edhe është e vërtet më ka qelluar me njerëz të cilët nuk I kam pa ma. Kam telefonin, më kanë dhënë ç'lidhje kam unë ku me fol dhe në fakt kaq është jeta. Një udhtim I gjatë që kënaqesh me atë që ke afër, edhe në fund nuk e sheh më atë njeri. Në qoftë se e konceptojmë jetën në këtë mënyrë, mendoj personalisht që tek secili mundohesh me gjetë mirën. Më thot një anë I ditë, sa durim ke mor burr. Pse, thash, si durove filanin? I thash unë, nuk e durova. Unë ati I dhash një shans me pa një njeri që nuk është si ai. Se në momentin ku unë nuk e duroj jam njësoj si ai. Po ai është kështu është ashtu ai nuk I kam dhënë shansin. Ne duam patjetër që ne nuk duhet ja humbasim shanset tjetër me pa tjetër ndryshe nga vetja. Dhe kjo është ajo që unë mendoj që njerëzit ne duhet jemi mësues për njëri tjetrin. Unë hyra këtu thash gjë e parë se du një studio të tillë unë, ne biseduam pse? Më mësove. Pra ti je mësues për mua sot. Dhe kjo bisedë që është kjo është një mësim I madh për mua. Nuk është për ata që ne ndjekin se njerëzit do thonë, "Oh, pastori po flet." Jo, ky është mësim I madh për mua, kjo kohë që shpenzoj me ty. Ne po bisedojmë bashkë. I bindur që ka njerëz që janë dakord me mua. Zëjnë dakord me mua tërë jetën. Unë e di çfarë them atë njerëzve, ju bekov Zoti. Ma mëso dhe mua këtë, pastor. Të tregoj një rast. Ma mëso dhe mua se unë një herë bie pre me ignorancës. Nga neveria që kam për ignorancën dhe për idiotët, bie pre duke rënë nivelit e tyre sepse u kthej me një njëjtën monedhë. Po nuk më jep kënaqësi. Ja. Absolutisht, më zbraz. Në fakt, kjo është ajo që unë kam kap veten time që s'duhet jem si tjetri. Se kam pa veten të zbrazur. Në 97-ën unë jetoja te rruga Bardhyl. Edhe isha me biçikletë duke ul poshtë edhe kur kalon te shefni Rustemi. Po. Isha duke ul me biçikletë, njëri hyn me gjithë shpejtësinë në krah të kundërt. Edhe gati sa s'm shtypi, po unë rash në trotuar. Edhe pa ta thyer dhe brinjën atë në atë moment nuk e kuptova edhe ktheva kokën thash ç'a ke më trujt Zoti, pse e ban këtë punë. Edhe u ngrita me hyp në biçikletë, ky ç'a kishte pa, më kishte pa në pasqyrë që kishe folur me idenë që e ke shar. Po ishte 97-a. Mos jo gabim, ka qenë shtator tetor se ka qenë gushti 97-ës. Sa ishte mbyllur që ka. Po. Kthehet ky, e kthen makinën, ai vjen del përpara. Ulet nga makina, nxjerr pistoletën, më thot, "Ç'a the?" I thash, "Pse bën kështu më trujt Zoti, më të bekov Zoti." Tha, mendova që më shave. Mendova që më mallkove. Po ti s'ke nevojë për mallkim, i thash, ty bekimit më unë që kështu. Erdhën për qafoj, tha, nuk e di, tha. Edhe iku, se maj menat njëri, se kam taku kur ma, po jemi bindur për një gjë që në fundit, po të kisha thënë, ti ishte I tjetër, kishe fillu mu zonë, e kishte vra. Po. Minimalisht do kishe një viktima. Po. Unë ika, thash, më mirë me I bëri të thyer 3 muaj, se sa me I vart hapur për pritën e mi të jetën. Jeta, sepse rrethosht të the, I ke problem idiotët dhe ignorantët. Shiko, problemi nuk është se unë ju them njerëzve, kam një shprehje që them që ignoranca është barë kolektive derisa bëhet e njohur. Po. Në momentin që ajo bëhet e njohur është zgjedhje me kënë ignorant. Unë nuk e di a është bëhet e njohur, sepse ne diskutojmë ç'a është ky ignorant kështu. Po, okay.
kjo mund të jetë e vërtet. Po a është bërë e njohur që është ignorancë? Njerëzit reagojnë sikur ai e din, po nuk e don. Mund të jetë e vërteta, kështu në përgjithësi është e vërteta. Por ne nuk duhet të reagojmë në këtë mënyrë, ne duhet të reagojmë ai njeri nuk e din. Do t'ja bëj ditur. Dhe pasi t'ja bëj ditur, them, kaq ishte përgjegjësia ime barra. Takon ty tani. Takon ty, do vazhdosh të jesh ignorant apo do vazhdosh ta ndryshosh këtë. Si ka mundësi që këta e zgjedhin tash? Do të thotë shqiptarit vëlla, sot e kësaj dite, ne shikojmë përpos faktit që jemi shpirtëror, përpos faktit që njohim nga ezoterizmi, përpos faktit që njohim nga gjuha e Zotit e universit, jemi edhe dëshmitar të realitetit permanent që po ndodh, kupton? Unë shoh njerëz pa shpirt këtu, vëlla. E disa njerëz shoh pa shpirt. M'fal ti madhi Zotë dhe fëmijë pa shpirt. Shiko. Kam parë. A e ke vënë re që janë disa njerëz që dalin lypin në rrugë? Unë si jap kur lypsave. Për një arsye. Sepse ai njeri, në qoftë se unë do t'i jap, unë do e mallkoj për të vazhduar me bota një jetë gjatë. Unë kam marrë një vendim në jetën time që them, jo më vëlla, nuk dua. Dhe e dëgjoj nga mrapa që mu më futa dhe të mallkuar një çar. Po mu nuk më zënë e mallkim dhe e çar për një arsye se unë kam vendosur të gjë me Zotin, se unë shkoj në kish dhe unë jap 10 time për të varfrit, jap ofertën për jetimet, kujdesem, kam 32 vjet. Kujdesem për jetimet. Amin, o Zoti më. Dhe unë e di që unë nuk e bëj, nuk është kjo ajo që mu nuk më zënë mallkimi i tjetrit. Po unë besoj që jam i bekuar nga Zoti dhe kam mburojën e Perëndis. Se ne marrim vendime dhe themi ky është vendimi im, kërko dhe mbrojtjen e Zotit natë, që ti jesh njëri që thon unë kam Zotin me vete. Edhe kur ne bëjmë këtë gjë, ne pastaj nuk mund ta ndryshojmë shpirtin e tjetrit. Shiko, njerëzit janë të udhëhequr nga demonët. Demonët kanë një Shiko kush janë demonët. Nuk e di ata ka thënë kush apo jo, po kam dëshirë. A mund të flas jo, po absolutisht e lirë. Këtu je pa censurë, e liri këtu vëlla, absolutisht. Absolutisht. Shiko, në momentin kur Lucifer, ky engjulli i Zotit, u rebelua ndaj Perëndis, bashkë me 1/3 e engjëve donin të merrin fronin Zotit. Po. Se kjo është historia. Po. Dhe Zoti me kryengjëllin Mikael i rrëzoi nga qielli. Ç'a bëri? Zoti në atë moment që i rrëzoi nga qielli, ja u hoqi trupin e engjullit. Pra nuk i rrëzoi me trup engjullit, se do ishin engjëj të rrëzuar. Ka engjëj të rrëzuar, po është histori që na duhet ndoshta më shumë kohë. Mund ta prekësh pak. Po, por këta janë pa trup. Dhe ç'a bëjnë? Në qoftë se e lexon Biblën, energji. Jo, është një demon që nuk ka trup, e ka lënë Zoti pa trup. Ç'a bën? Ata pa trup jetojnë në ferr. Pra, pa trup jetojnë në ferr. Dhe ky është ferri i tyre. Zoti e ka largu prezencë, pra se njerëzit thonë, ç'a është ferri? Ferri është një vend dikun që Perëndia ka marrë një vendim, unë nuk do jem atë. Sa bukur e ke shpjegu. O sa bukur e ke shpjegu. Vetëm ky është, ky është. Po sa thjesht edhe bukur e ke shpjeguar. Po ky është ferri. Don ferri është vendi që Zoti ka vendosur, nuk do jem atë. Zoti nuk do jem aty. Po, nuk do jem atë. Dhe s'ka vend më të tmerrshëm në gjithë universin. Dhe channel, këta tani kërkojnë trup. Dhe trupi më i përshtatshëm është njeriu. Sa venon domethënë, ti thua është venon. Dhe vjen e hyn tek njeriu dhe sundon. Dhe ç'a bën? Ti e shikon thotë, si është e mundur që është kaq i keq. Në fakt nuk është i keq njeriu. Po nuk ka zbules, ose se i them tjetër, qa ke mor burri, them nga i herë njënit. A e kupton që i kam thënë njënit troq? Or e kupton që je i mbushur me demon? Dua. Po problemi është që ti, me këta demon, sepse demonët që sjellin pushtetin e ferrit, se s'kan pushtet tjetër, nuk kanë autoritet tjetër. Dhe njerëzit që janë me demon, janë njerëz të cilët kanë këtë pushtet, kanë këtë autoritet, se i sundojnë ata. Ne krijesat njerëzor. Si futet demonit e krijimi i Zotit? Futet për shkak se Zoti i ka dhënë
një liri njeriut. Vullnetin e lirë, Po. pra luftoj me vullnetin. Jo, shiko ç'a ndodh. Se në qoftë se lexojmë Biblën, Bibla ka diçka shumë bukur që Zoti i thot njeriut, nëse ti han frutin e njohjes së të mirës së të keqes. Se njerëzit thonë molla, nuk është. Është fruti i njohjes së të mirës së të keqes. E dim pse plaken njerëzit? Se vrasin mendin, e bëra keq, e bëra mirë. Po. Kjo i rrull, e kam bërë keq, vuajn, mos ma bën me të keq. Njerëzit janë në pushtetin e frutit të njohjes së të mirës së të keqes. Në këtë pushtet, kur Perëndia krijoi Adamin dhe Evën, e krijoi jo me njoft mirën e të keqen, po me njoft të mahnitshmën, të mrekullueshmën. Djalli erdhi tha, e din si është puna, tha? Ti nuk ke për vdek hiç. I tha Evës. Në fakt, po ta lexosh Biblën, është shumë interesante se Eva është krijuar, është nxjerrë nga trupi i Adamit pasi Zoti kishte krijuar kopshtin e Edenit. Dhe ajo nuk e pa krijimin. E ka parë vetëm Adami. Adami e ka pa. Dhe ç'a ndodh? Dhe ajo ç'a bëri djalli? Djalli se ishte pa trup, rrëmbeu trupin e gjarpërit. Rrëmbeu, po. Hyri te gjarpëri dhe erdhi i foli Evës. Edhe pastaj i tha, ti nuk ke për të vdek hiç. Po Zoti e din, tha, që nëse ti han atë bëhesh i zgjuar si Zoti. Edhe ç'a bën? Djalli vjen e thot, Zoti po të fshet diçka ty. Më ka ndodhur edhe me njerëz që ma Po, kanë po. mbrojtur. Ma kanë mbrojtur këtë që po ç'a Zoti më shpen, se kemi 3000 vjet që luftojmë për Zotin e gjitha me radhë. Po pra, po Zoti jot është djalli vëlla. Ti që ti referohesh për Zot, Është shumë e është vërtet. djalli. Është shumë e vërtet. Sepse Zoti nuk i fshe asgjë njeriut. Asgjë. Po djalli e mashtroi njeriu duke menduar që Zoti ishte duke i fshehur, tha, edhe e mori dhe e hangri frutin. Në momentin që e hangri frutin, Zoti tha, nëse do hash ti me siguri do të vdesësh. Tani shiko e gjithë kjo Alegori, le ta quajmë. jo alegori, e vërteta. E vërteta është kjo. Perëndia ka krijuar njeriu dhe thot ai e vendosin mbi tokë për të qenë sundimtar i tokës, e ka krijuar shëmbëllimin e vet. Pra siç është Perëndia sundimtar i gjithësisë, ai e ka krijuar, është vetmja krijesë. Pra Zoti ka krijuar kerubinët, ka krijuar engjëjt në qiell, edhe demonët që në ferr janë krijesë e Zotit, ka krijuar qenjet e gjalla që janë në Bibël që thonë janë në qiell. Dhe të gjitha këto qenje, po askush nuk është në shëmbëllimin e Perëndisë. E ç'a bani? Një moment Zoti tha, ne do krijojmë dikën që është në shëmbëllimin ton. Djalli ishte, Lucifer ishte engjulli që ishte më afër Zotit, më i bukur, Po. dhe tha, si është e mundur që ai nuk më ka kriju mua në shëmbëllimin e tij, po krijon një krijesë tjetër? Dhe ky ka qenë momenti që është rebelu kundër Zotit. Dhe donte e pa drejtësi, do hera parë që ai e pa, është pa drejtësi me kriju dikën që i shëmbëllën Zotit dhe nuk i shëmbëllej. Unë jam kaq afër Zotit dhe nuk i shëmbëllej. Edhe Zoti e krijoi njeriu në shëmbëllimin e tij dhe a dha sundimin. Tani, që ta sundonte djalli botën, kishte vetëm një mënyrë. Të hynte tek njeriu, se vetëm nëpërmjet njeriu sundohet. Po. Se këtë autoritet ja ka dhënë Zoti, e shkatërron botën, nuk e sundon, nuk do ta sundoj. Se njerëzit thonë, ku është Zoti në këtë varfëri, ku është Zoti në luftra? Zoti ja ka dhënë njeriu. Ka dhënë vullnetin. Po ju ka thënë, ka thënë, vullnetin. po ti je ai që do e sundosh. E sundove mirë, e sundove keq, është zgjedhja jote. Dhe e mashtroi që të hynte brenda, t'ia rrëmbente këtë autoritet. Tani, kthimi i Krishtit në tokë është hyri Perëndia tek njeriu, që këtë autoritet që ja kishte rrëmbyer dhe ishte mëkati tek njeriu, t'ja rikthente Zoti njeriut. Me anë të besimit, pra jo me anë të veprës, se ti s'mund bësh unë e ti çdo që të bëjmë ne nuk arrim dot Zotin. Asnjëherë, do ishim idiota po ta synonim. A mundën ne, është një pjesë në Bibël që bën kulla Babelit. Hajde të arrim Perëndin. Ai është shkatrimi i njerëzimit. Ashtu. Ai është shkatrimi i Ai njerëzimit. është shkatrimi i njerëzit. Kur ti do të zëvendësosh Zotin. Dhe ka shumë njerëz që zëvendësojnë Zotin sot. Mirisht ka shumë njerëz që politikanët e sotëm mendojnë se. Po, mendojnë se. Po fundi i tyre do jetë disa i keq është fundi i tyre. Sa i rëndë është. Shumë. Një tmerri pa parë. Tmerr kanë për. Mua më thon njerëzit
përse predikon kaq shumë për Zotin. Unë nuk e di se kush shkon në ferr. Por di çfarë është atje. Si e di, pastor? Si e ke perceptuar? Un ka vite që dëgjoj zëra që u lërasin nga ferri. Si ka vite? Ka vite që i dëgjoj duke u lëritur që vuajnë vujtet e ferrit. Dhe ndaj predikoj me kaq pasion, me kaq zell se nuk dua që të shkoj dikush atje. Është një vujtje e përjetshme. Është një tmerr i pafund. Po kush jemi neve, o pastor, që ti largojmë nga vullneti i tyre? Ne, shikoj, un kam për detyrë ose si të më detyrë, se s'është detyrë, un kam një thirrje nga Zoti që ta predikoj fjalën e Tij. Dhe është zgjedhja e njerëzve ashtu siç kanë zgjedhur me Ken kundër Zotit, e kanë zgjedhur me thënë po unë do kthehem te Zoti ose do vazhdojmë, por ka një gjë. Unë besoj një gjë. Njerëzit thonë që Zoti i çon njerëzit të këqit në ferr, nuk i çon në ferr. Shiko si është, njeriu pa Zotin nuk e shef, por shpirti i tij është i lidhur me disa zinxhir, me pushtet dhe autoritet të ferrit që ata nuk e din. Dhe këta zinxhir, në momentin që do dalin nga trupi, se gjithë do vdesim, ne po flisim për prindërit tanë. Po. Gjithë do jemi, një ditë pak të trup që i shohim Zot. Dhe atë ditë nuk çon Zoti kanë ferr, po dalin të lidhur, shpirtet e tyre do dalin të lidhur me zinxhir të përjetshëm. Dhe ky është një tmerr i papar. Dhe Bibla thotë që me Krishtin është e mundur me besim që ti të kpusish këtë zinxhir dhe ku shpirti yt del i lirë. Zoti nuk do thotë filani ke bën këtë ke bën atë, do të shoh se ke shpirtin, me zinxhir apo zinxhir. Kaq është muhabeti. Ke bërë dhe një interpretim që unë e kisha pikpyetjen time të dita kiametit në Kur'an. Edhe më ke dhënë përgjigje të interpretimit tim. Në formën biblike, pashka se unë mendoj që Bibla dhe Kurani janë i njëjti libër i shtruar për dy kultura të ndryshme, ku janë përhapur. Sepse ndasia është vetëm te interpretimi është biri i Zotit apo është i dërguar i Zotit. Këto janë çështje religionare që janë njëra e ka përdorur Biblën për të krijuar perandorim bizantine, pastaj tjetra kalifatin, nuk kthyen politik, që ne i dim, mos bëjmë politikot, po në thelb esenca është e njëjtë. Dhe e keqja është ose si dhimbja është kur fene përdor politika. Është e tmerrshme, se bëhet shumë vrasë. Shiko, nuk ka, unë i kam quajtur, kam një shprehje, ti më ke pa mua si kam marrë sot me xhinsa. Po. Unë kam një shprehje që ka njerëz që janë të zemëruar me mua, se janë të veshur me veladon. Po. Dhe unë them që ne nuk duhet jemi gangster të veshur me veladonin e fesë. Sepse gangsterleku i këtyre njerëzve e ka shkatruar botën, e ka çu sot ku e kemi botën këta njerëz. Gangster kanë vesh nga një veladon dhe thonë unë në emrin e Zotit. Oh, come on. Fix, come on. Do të thonë, unë jam njëri i cili patjetër në jetën time, shiko si është puna, se unë nuk dua që kush të do të mbujtën, askush nuk e do. Asnjë. Mirë, po problemi është që kjo jetë është e tillë që nuk e ka bukurinë pa vujtjen. Jo, sepse nuk e koncepton dot. Unë nuk e harroj kur gjyshen time ndjes past. Ndollte një gjë e keqe. Ai thoshte, o Zot, faleminderit për të keqen. Edhe një herë dy, i them i ditë, o nan, i thash, hemër të keqen nana. Pse falenderoj Zotin për të keqen? Falenderoj për të mirën, hemër birë, tha. Bava Akimës me kene keqja. Ku do ta kuptosh se ç'është e mira? Njeriu del menç nga e mira. Kjo ishte filozofia e gjyshës time që në faktikisht se nganjëherë se e din çfarë them, thot bisedoj me vajzën time ChatGPT, thashë po shiko, edhe ne kena pas ChatGPT-n ton. Po. Ku keni pas ju? Kam pas gjyshin. Ata kanë qenë ChatGPT-ja jon. Dhe atë ndiçka i them unë. Ka qenë shumë herë më e mirë se kjo që keni ju sot. Po. Sepse se s'ma kam mësuar të keqen. E di si është problemi? Folku jon. E sa bukur po bisedojmë. Po. Është energjia. Sepse ky është ndryshimi, unë kam thënë shumë shpesh edhe njerëzit janë edhe bezdisen ndonjëherë kur e u thon, po duhet më u thon sepse është informacion që duhet përhapur. Podcasti. Shkundër mainstreamit.
Po flasin njerëz lirshëm. Flasin lirshëm, nuk e linjë editoriale. Mund mos jesh dakord me mua. S'jam dakord me veten time ndonjëherë, por del flet me veten, thua po jo se do ta bëjmë kështu, jo se do ta bëjmë ashtu. Për një gjë që e ke ti në dorë, kupton, dalin minimalisht dy vetet e tua. Shumë e vërtet. Për plasje. Imagjino me ty. Dualizmi. Apo ti me mua. Ne kemi Shumë dualizëm vërtet. brenda vetes. Eksakt. Tani presim që të jetë i ngjashëm tjetri me neve, duhet ish idiot për ta besuar. Pjesa është këtu, pastor, që folku jon, sa do të jetë i prapambetur, sa do të jetë i drobitur nga perandorit që kanë kaluar këtu e nga lëvizjet demografike, bizantine, osmane, visigote, anxhuinët, bullgarët, të gjithë slavët, Gjithë që kanë kaluar. Çka kanë kaluar këtu, ne kena pasur një inteligjencë natyrale të frikshme, e cila pasqyrohet në idiomat e gjuhës shqipe, ose pasqyrohet e këto proverbat ose aforizmat e lokeve tona. E vërtet. Për shembull, shpreha faleminderit Zot për të keqen është filozofike, vëlla. Është filozofike. Është. Kur e mendon sot, do të dalë ndonjëri nga këta lexuesit e filozofisë, filozof këtu s'ka po, lexues filozofi, interpretues, tha ky thaj. Janë disa që thonë njëri filozof. Unë i dëgjoj dhe unë nuk shoh në lloj filozofie, vetëm tregojnë çka kanë thënë filozof para tyre. Në debatet Janë tregues. Në debatet e mia që unë bëja me një grup qarkush filozofësh tek një universitet privat që ta them pasi të marrojmë, se s'duhet i bëj marketing. Okej. Kishte mbledhja e filozofëve. Kam bërë debat me të gjithë derisa më çon nga tavolina dhe thoshte ti ça le lokun. Loku mund të ketë qenë një idiot pianec anglez i cili ka pirë drogë, edhe ja ka kputur një ditë bukur, ka shitur shpenzimet e veta te familja Medici. Për mi u publiku kjo që po. Bën sot edhe prostitutat eksakt. Pastor prostitutat po na dalin moderatore, eksakt. Po na dalin ministre, po na dalin turpe faqezeze skorda tash, se ne tani jena miq. Po ky është problemi që unë mendoj shoqëria jon duhet të ngrihet në këmbë, sepse nuk mund ta ne nuk duhet ta lejojmë që e keqja të jetë themeli i shoqërisë. Ktu është përqafuar, man. Po Paulino vllai, këtu është përqafuar o vlla, se këtu thot tjetri lek. Ore po të më thoje Edi Rama sot, Sali Berisha, XY, një politikan, se s'duhet ta kem personale me këtë, se kam aserin personale, thjesht politikan që na vështirësojnë ose na përmirësojnë neve jetën. Në bazë cilës tyre politike, neve kemi interpretimin ton sociopolitik për ata, po se kam gjë personale me Berishën apo me Ramën apo që them. Po jo, ne kena problem që e shohim liderin si person të pagabueshëm dhe ai e din. Ai s'din asgjë më burr. Tu ka një problem. Njerëzit e di që them, njerëzit më idiot në botë janë ata politikan që nuk kanë dikën rreth vetes që të thonë ore çfarë është kjo idiotësi. Ktu ne kena politikan tërkohën e shkon bejon, do të merrem me rrallë. Ata s'kan leju me pas njerëz të cilët kanë qenë advisor, si quhen, këshilltar. Pra do të thonë ti njëri, unë jam pastor më. Unë do isha një idiot klasik nëse unë nuk do kisha drejtues rreth meje të cilët thon pastor. Ne mendojmë ndryshe nga te. Po. Edhe unë ju them, lavdi Zotit që mendojnë ndryshe. Se tani edhe idiot me vun rrotull nuk duhet, se nuk e din historinë e Bayram Currit ti? Jo, e kam dëgjuar që u vran prit atje në shpellë Dragobis, e tradhon vetët. Po Bayram Curri shkonte ai në Gjakov, mblidhte Gjakovart dhe fliste. Mblidhej Gjakovën e gjonte për mend që kishte. Mas janë 2 ditë. Çohen një 2 djem të rithon e din çapo, do e kundërshtojmë ne këtë. Edhe shenë dakord, vjen ai prej tropohet me na sundu ne këtu pa hikë dhe themi, mirë, mblidhet gjithë Gjakova dhe fillon me fol Bayram Curri. Thot njëri, me leje, thot, urdhnoi, thot Bayram Beu. Nuk jena dakord me ty, atë lumta. Si me ban? Si me ban se di, po sa ta gjeshti do e bëjmë se them unë. Tani problemi është edhe që mos me dit, e me thonë, s'jam dakord, po. Njerëzit që kundërshtojnë duhet dinë diçka krejt ndryshe, duhet ofrojnë diçka. Ne kemi një problem shumë madh. Ne nuk kemi drejtuese të këtij vendit, nuk kanë këshilltar të urtë. Po jo vetëm këshilltar të urtë që nuk e kanë, Paulin, po kanë edhe një problem tjetër. Unë e shoh sot
tek gratë. Okej. Ka ngritur një pretendim feminizmi, gjithë drejtat atyre botës, nuk ka se s'ka pas padrejtësi ndaj femrave, apo ndaj meshkujve, se janë sakrifikuar, nuk Njësoj. dihet sa miliard meshkuj janë Shumë e sakrifikuar në vërtet. për luftra idiote Eksakt. për elitat apo. Eksakt. Kot. Eksakt. Por që ti t'i ankohesh gruaja e shpendit, t'i ankohet Paulinit, që unë po i gatoj bukën burrit tim, ndërkohë që ti vetë punon si shushk, tek një burr që është drejtori jot, që s'tje pas rrogën që meriton, ta nxjinde jetën për 5 minuta vonesë, tek ai rri Pinc. tek burri jot, baba e fëmijës, le e burrin pasi s'ndomo, po më ke babën e fëmijës o vlla. Ti thua, më si idiot, shko ta gatuj mamaja jote, plaka jote. Kështu foli mamas tënde jo mua, ndërkohë që shefi e shplan vlla. Shumë e vërtet. Ky lloj realiteti mua më tremb vlla. E di pse, sepse unë ndryshe nga shqiptarë që mendoj që ne nuk po rrisim breza në këtë mënyrë. ndryshe nga shqiptarë që mendoj se Edi Rama dhe Sali Berisha janë e keqa, po unë e mendoj që ata janë e keqa. Po janë e keqa që kemi sjell neve, jo se janë ata e keqa dhe na kanë infektuar neve. Ky është ndryshimi substancial që unë kam me Shumë e vërtet. bashkëvojtësit e mi. Se jemi gjithë bashkëvojtës ne valla. Në fund ditës të pagojmë qerat, të shiko. pagojmë kredi. Të keqja nuk e sjell ashkush. E keqja shfrytëzohet. Po, Sepse ne duhet kuptojmë gjë, nuk ka njeri të pagabueshëm. Dhe duhet pas kësaj nuk duhet të legalizojmë gabimin, po, sepse njeriu duhet të jetë i korrigjueshëm. po. Pra, ti nuk mundesh, unë nuk e harroj kurrë në një debat me një nga politikanë shqiptarë, thash unë shiko. Kjo që thua ti thash nuk është e vërtet. Nuk e ke gjithë informacionin, më tha mua. I thash të bëj një pyetje? Po, më tha mua. Sa herë në jetën tënde ke fol me njerëz që fëmia i tij han një herë 24 orë se s'ka? Pyetje të vështirë e po shumë. Po shiko, tha se kjo jo, duhet më japësh një përgjigje, thash. Sepse këtu fillon, thash, përgjigja jote e drejtë. Nuk ka taku, tha, kemi këto informacione, thash, unë nuk jam me informacione. Kjo që të them unë është e vërtet, njerëzit janë në këtë situatë dhe është e dhimbshme që ju nuk e merrni për bazë. Unë kam folë disa herë me njerëzit në politikën shqiptare, se unë Të marrin të ftojnë, shiko, po. në vitet 90, në gjithë më burr. Në vitet 90 unë kam qenë në lëvizjet e dhjetorit. Se si isha besimtar, derisa u ktheva te Zoti, thash, s'është për mua kjo. Dhe më është ofruar, ndaç deputet, ndaç ç'a dush ti. Kam thënë, i bile i pata thënë një deputetes PD-s 93, 94, se më mend, i thash, s'de e them emrin. Jo, ma duhet emrin. I thash, që tha për deputet, i thash, këtu që e bëj unë, thash, që këta njerëzit në vera s'kan bukë me hangër. Kush do e bëj? Po si e pata këtë përqafimin me femë e Zotin? Se e di qa dashuroj të ty, unë njoh shumë kler. Ti e di shumë mirë. Në i farë pike vlla, po ta them shumë hapër, i kam parë të gjithë hipokritet e të gjithë në mënyrë dërmuese, për pa dashur me fut në 1% që jam me të vërtet të pastër me Zotin, se unë jam askushi për të gjykuar njerëzit, po me perceptimet e mia, e përdorin Zotin për kënaqësitë e tyre epshore njerëzore. Nuk është se i përkushtohen fjalës Zotit. Dhe unë të ty vlla ndjenjën se flas energjia. Shiko, unë kam qenë një Ne edhe kur përqafohemi bashk, Po. është e energjia, edhe kur flasim bashk është e energjia, s'ja kemi me pisliqe komunikimin që do më kapësh tu, do të kapa Ja, tjetër të bëj. pas nuk është qëllim Si e vlla, biseda. si e gjetë kë, sepse janë futur shumë vetat e ka ajo vlla. Te i petku i Unë kam njeriu të Zotit. unë kam qenë në një moment në jetën time Terrët. shumë të errët. Edhe kam thënë është e pamundur që jeta të jetë vetëm kaq. Domethënë, gjykimi më çoi deri në buzë të Greminës. E pash Greminën dhe thash, s'është e mundur që të jetë vetëm kaq. Dhe aty kam thënë, ka diçka për te Greminës. Ka diçka për te fundit ton njerëzor.
ka diçka përtej fuqive tona njerëzore. Unë kam qenë një djalë shumë i fuqishëm, shumë i njohur në Shkodër, në Tiranë, në vitet fundi viteve 70, fillimi viteve 80, personazh, dhe unë erdhi një moment që thash ka diçka, dhe nuk e harroj kur një herë duke ecë rrugës në 87-ën ka qenë, vjen një huaj. Edhe më thot mua, do pimi kafe bashkë? E thashun, po idiotësi, se në atë kohë revizionizëm, agitacion dhe propagandë. Edhe kur ulem aty, tha Jezusi, thash Zoti. Direkt kë. Unë thash po, jam katolik kot bigiri hak, unë s'besoja që ekziston të Zoti. Por isha ateist, dhe kjo ka qenë suksesi i jetës time me gjithë Zotin. Unë, kur më thon njerëzit jam ateist, i them ti e gënjeshtar. Po jo, unë kam qenë një ateist, që o Zot sa kam ngulmu në jetën time, që të vërtetoj që nuk ka Zot, dhe sa më shumë ngulmuja më dilte Zoti para, sa më shumë ngulmuja më dilte Zoti para, dhe ishte e pamundur që unë të mos t'i thosha po më ka Zot. Dhe ky ka qenë momenti i jetës time që thosh, do të thënë kam ngulmu në ateizëm, jam njëri ngulmues, dhe them një ateist, nëse me të vërtet ngulmon në ateizëm, dhe gjej Zotin. Nuk e di e njeh Michel Houellebecq. Po, kam dëgjuar. Është ai që ka bërë një nga librat e tij, Serotonina. Kur kam lexuar për këtë, e kam përdorur edhe një podcast që kam pasur tek NTV-ja. Kam bërë një studim, tha, për 3 vjet në mënyrë empirike për të vërtetuar se Zoti nuk ekzistonte. E mbylla atë studim dhe më është dashur të flet 6 muaj me drita hapur nga frika se çfarë Zoti do mbënte mua. Se kam lexuar. Shumë e bukur. Perl. Kjo është perla. E vërtet. Kjo është perla. Shumë e vërtet. Dhe unë atë diskutimin që bëm neve jashtë kamerave, unë Zotin e kam takuar dhe e kam brenda vetes në momentin që e kam dyshuar. Po ka qenë një episod i time shumë i errët. Dhimbjet e moshës, kriza ekzistencialiste të gjitha, nuk e gjenin dot veten. Budalli që bënim sa duash. Ndoshta edhe kemi paguar çmimet e veprimeve tona dhe kemi vendosur fajin Zotit si gjithmonë, po pak rëndësi ka kjo. Kam dalë në Tarrac pallatit o Paulin vllai, edhe ka qenë natë me shi. E maj mend si tani vlla. Hipa në Tarrac, kam bërtit me të madhe. Po çat kam bë më i thash. Wow. Unë çat kam bë më. Kur ka ndodhur kjo? Në 2014 në 2015 mos gaboj. Ishte shumë i vogël. Diku te 19 vjeç, 20 vjeç. Po kisha ato hormonet e moshës e gjitha që s'po m'pëlqente as i lloj në jetën time për shmërit, më thënë, pengu i më i madh është fakti që unë di potencialin tim, por që jam shumë mira vite dritë larg atij potenciali që unë ja njoh vetes. E ti nuk e ke iden sa drobice është kjo vëlla. Është lodhse. Drobice. Se lodhi është bësh 10 orë podcast siç bëj unë këtu. Në ditë. Është drobice. Është si puna sa ke hyrë në Sahara dhe ton të dalësh në fund fare në Mali. Në fund Malit kur fillon Nigeria, Kongo që ka çik. Po ti je në fillim të Saharas valla. E ti nuk e ke iden a do mbrish gjallë deri atje, as do mbrish gjallë. Do gjesh në një az apo do të pickoj në një gjarë për në një akrep në një gjë. Dhe kjo është karburanti im. Që ti do shkosh atje valla, do lodhesh, do shkosh, sepse unë mendoj valla që ti vendosim pikat mbi. Unë mendoj që neve punojmë gjithë rinin ton për të pasur një pleqëri shumë të suksesshme. Edhe unë po punoj për pleqërinë valla, po punoj për pensionin. Nuk dua të kem as lloj gjoje tani. Tani le të jenë, kam një pari me një shokun tim që ja themi njëri tjetrit, o Zot, u bëfshin xhepat e mi burim lumturie për të tjerët. Amen. Le të rrjedhin. Atë bekov Zoti. Le të rrjedhin valla. Bekov Zoti. Po pata, le të kenë gjithë. Po të kem unë. Dhe shpjegon Zoti edhe me Solomonin, edhe me të gjitha. Mreti, profet. I lumtur është ai që jep, jo ai që merr. Pikërisht pra. Dhe prandaj e kam krijuar të thagmën time psikofilozofike që duhet të vdes bukur. Unë du me dal 55 vjeç në pension në Paulin. Ka një du me bret botën vlla. Me bo ato lekët e mia të halallit, të mia, që ti kem të mia, mos më thoj Paulinin ti je hajdut,
Më bëre, more mëlqinë e vajzës, se vdiq vajza ime, ma shite, ma bone, si çka akuza këtu, pa fund, lartë e poshtë. I more ato me gruan tata, i ke nxjerr fëmijët njetë, i ke shkollu, i ke bërë qytetar të mirë që të duan të respektojnë. Ik vlla dhe dil, ndoshta më vjen edhe mua thirrja nga Zoti që duhet bëj një mision për ta njohur Zotin njerëzit. Ik shko në për viset ku të bjeri ty harta, ku shikosh të popull që vuan, shko atje dhe bëj pelegrinazhin tën. Se deri 55 vjeç, po nuk e patë pasur profilin e lartë për neve që synojmë. Po mos i kesh bë pensionat jetën tënde. Çfarë preti pas 55-ave të kapësh gjë? Ne jemi si këta dinozautë që duam të vdeknë në pushtetë. Është e dhimbshme kur sheh njerëz që vrapojnë tërë jetën me kap erën. Nuk e kap dot. Por ajo puna e shkretisë është shumë e bukur, sepse është një pjesë në Bibël. Ma merr meja, mund ta referoj. Unë kam, po, okay. Mos merr të lutem se. Ju thot. Merr mua ku ta gjej. Bile herën tjetër ma sill një Bibël. Okej. Një Bibël ta kem këtu. Ta sill vllai. Bile mund të lexojmë në një herën tjetër. Absolutisht po. Okej. I thot me qefe më të madh. I thot Jezusi dishepujve. Do kalojmë Matan thot detit. Edhe ata hypen në vark, edhe në mes të detit ishte stuhi e madhe. I kapi alarmi, edhe unë ju them njerëzve, historia tregon që ata kalon në anën tjetër. Po. Se Zoti i tha, kaloni në anën tjetër. Do ketë stuhi rrugës. Ata gjarprat, ata agrepet. Po, nëse Zoti ka thënë, do kalosh shkretëtirën, çdo gjë që do jetë rrugës, do të jetë ndoshta e dhimbshme, do të jetë e vështirë, po ti do e kalosh se të ka thënë Zoti, dhe Zoti nuk gabon kur flet. Fjalimin e fundit që mbajta te tavolina e Berishës. Të gjithë njerëzit përgatisin një fjalim para. S'unë i kam parë. Vllai jot ka dalë në balkon natën nga ora 1 deri në orën 3:30 mëngjesit. 2 orë gjysmë. Pije cigare, vendosja muzik mantre me frekuencat e duhura, se unë besoj shumë te frekuencat. Biles edhe kishat e vjetra dhe xhamit e vjetra kanë pasi lloj akustike të tillë që frekuencat përthyen atë lloj forme që besimtarit ishte i qet. Tani kanë ndryshuar pas 60-s, ndryshuan frekuencat. Po. Edhe ka menduar, i thosha vetëm Zot, më jep tani të gjithë para përfytyrimet e mundshme, çfarë mund të ndodhi nesër, skenari 1, 2, 3 për 2 orë gjys, kam para përfytyruar çdo skenar të mundshëm që mund të ndodhte si në të mira, si në të këqija që unë t'isha i përgatitur. Momentin që kam filluar të ndjej energji, ti ma kupton atë pjesën që të miklohet trupi, fillon e ndjen atë energjinë e brendshme, ja futa gjumin. U mbyll puna. Si puna kësaj që ti me shkretiren, ti do shkosh atje, se sa gjarprin ke, se sa idiota ke aty, se sa veta do të kafshojnë. Veni viti viçi, vajta, fola, ja plasa, ika. A mësulmuan se nga gjarpi unë nuk pres të mbledh atoj. Gjarpi do mpickoj. Sa efektiv është helmi është në dorën time. A ka mund antitrupat e antidotin e duhur për t'i bërë ballë helmit? Po njerëzit to nuk i shikojnë kështu, thon Gashi dhe Paulini Kanigur i kanë lëshu pllumat se po flasin për Zotin. Se Zoti nuk të hedh $1 milion nga qielli. Ma ka thënë mua shoku im vllai familjes. Bollën tha mos e na çave kokën, tha Zoti këtu e mira, gjitha ti halalit, gjitha ti bonda sikur si do femrat, unë du femrat se unë s'po them jam profetër. Mëkatar jam, zotritësh. Po unë bëj mëkatet nivelit më njerëzor të mundshëm, valla. Nuk bëj mëkatet të pres bukën tënde, të pres familjen tënde, të nxjerr ty të mprit, të vjedh ty, të bëj ty. Unë bëj ato mëkate që Zoti na i ka dhënë, ti ke dalë me mëkate zotrit. Jam luftun në ato. Po edhe atë hedhi ky Zoti jota $1 milion. I kërkoja nuk ta zgjidh jetën. Jo, i kërkoja Federal Rezervit se i prodhon në Zoti i dollarit është Federal Rezervi vllajtësh. Zoti im të ka dhënë ajrin, diellin, mollën, ujin që s'rrit doti 24 orë pa ujë. Ajrin që s'rrit dot as 1 minutë. Këto janë monedha që t'jep Zoti im tash vllai. I keti këto sa çohesh mëngjes.
I ke, vëlla, ke bananën te koka, ke bukën te koka, ke ujin te koka, ke nonën te koka, ke babën te koka. Kjo është pasuria e Zotit, vëlla, nuk t'jep Zoti Benjamina. I tha njëri, o Zot, tha, për ty, tha, 1000 vjet, tha, janë 1 minutë. Po, i tha Zoti, për ty, tha, s'janë asgjë $1.000.000. Po, i tha Zoti, mi jep, tha, $1.000.000, priti minutë. Dhe kështu mbyllet ky episod i sotëm. Paulin, jenë në shtëpinë tënde këtu. Shumë faleminderit që më ftove. Sa herë Aq jam këtaq sot. Sa herë të duash. Edhe sa herë që dush ti. Unë dua për herë. Okej. Ti për mua, hajde të hapim rubrik. Që javës tjetër Jo, të hapim një rubrik. Jo. Edhe E bëjmë më mirë, e bëjmë rrallë për mall. për mua. Okej. Sa herë të duash, je i ftuar, sepse mendoj se audienca jonë që është shumë e mirë, që është e vërteta, dhe unë i du fort. Edhe Zoti i bekoft, të gjithë. Amin. Janë njerëz cilët jetojnë jashtë më së shumti, që janë besimtar, katolikë dhe musliman, pak rëndësikar, kemi krijuar një kohezion të lezetshëm këtu. Domethënë këtu ka 2 rregulla në podcastin tim, vëlla. I lirë me kënë kush je. E para kjo e po, ti nuk merresh dot me fëmijët, po me familjarët e politikanëve që neve përmendim këtu. Ja. Dhe ti nuk e sugjinon dot fen, besimin. Kam unë pak në Islamia ndaj çdo lloj feje, po ti futem. Klerit e gjitha me radhë. Po ti nuk mund ta gjykosh dot një besimtar pse është besimtar. Në fakt do ishte shumë mirë që podcastin tjetër Të flisnim për ato. të flasim a është ka Shqipëria liri të besimit apo jo? Sa bukur. A ka Shqipëria liri besimi apo jo? Atëherë Herën tjetër, po. Hera tjetër do jetë me këtë lloj teme, kemi Okej. përcaktuar që tani. Dan. Të falenderoj Zotit bekoft. Edhe ty. Edhe ty dhe familjen tënde. Të mgoja. Miq, unë e kam shiju pa mas, mendoj se edhe juve tani që jeni në këtë lloj pike që jeni duke më dëgjuar mua duke mbyllur podcastin, besoj se jeni kënaqur pa mas. Pastor Paulinin e gjeni në Instagram dhe në Facebook, del për ditë, Në TikTok. edhe në TikTok, del me predikimet e veta ditore, nuk janë predikime klishe, janë shumë autentike dhe janë ashtu siç duhet të ishte kleri i vërtet, pranë njerëzve, me njerëzit, për njerëzit, jo për indulgjencat që neve kemi krijuar tu kisha agregacioni dollarit shenjtë. Na jepni indulgjencat, ju pastrojmë shpirtin. Shpirtin e pastroni vetëm juve. Duajini nënën, babën, vllajin, motrën, veten, fëmijët, komshiun, gjitonin, edhe konkurentin duhet ta doni, sepse ata që kemi përballë na japin vlerë neve. Aleksandri Madh, kur ishte në betejën e madhe, më të madhen që ka bërë në Indi, në betejën kur ka marrë plag pafund, në një pikë të betejës ka hapur krahët e ka thënë më në fund një luftë e denjë për mua. Mos harroni këtë. Zoti ju bekoft. Dhe te ky numri këtu 0698105554 na dërgoni mesazhet tuaja, na dërgoni mesazhe për marketing, sponsorizime, por edhe për aplikime në kurset online dhe fizike që ne kemi për komunikimi publik dhe politik, si dhe për leadershipin. Ju dua shumë, natë e mirë, Zoti qoftë me ju.